Mirëmëngjes të nderuar shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Vila 24. Unë jam me një personazh shumë interesant, e cila do të na japi sigurisht edhe disa këshilla se si të jemi në formë të mirë fizike, por jo vetëm fizike, edhe psikologjike, duke ditur që kohët e fundit shëndeti mendor po merr një rëndësi shumë të madhe edhe në promovim në rrjetet sociale, në media, për t'i dhënë më shumë rëndësi. Luiza Lika, përshëndetje. Përshëndetje. Instruktore joge dhe meditimi njëkohësisht. Prandaj bëra edhe këtë prezantimin për sa i përket aktivitetit fizik, por edhe mendor, sepse është shumë i rëndësishëm. Edhe po dëgjojmë shumë edhe personazhe të njohur që po bëjnë deklarata çdo ditë për sa i përket shëndetit mendor. Personalisht ti, si ke arritur ta gjesh këtë balancën e shëndetit mendor, fizik, të paqen që të fal yoga? Si gjithë njerëzit, edhe unë kam pas atë rrugtimin tim jo pak të lehtë, dhe yoga dhe meditimi e kam parë mbi veten që ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për të arritur atë balancën e themina, apo atë harmoninë trup, mendje, shpirt. Sigurisht që më është dashur punë e vazhdueshme dhe një periudhë kohe e gjatë, por duke i parë benefitet që kanë ndikuar direkt tek shëndeti im, si ai fizik edhe mental, unë pastaj atë e kam kthyer në një profesion dhe patjetër që të kem mundësinë që t'ua jap edhe të tjerëve, dhe e kam tashmë si një mision që pse jo ta transmetojmë edhe tek njerëzit, sepse benefitet janë të jashtëzakonshme. Ke shumë kohë, faktikisht, u bën disa vite që në intervistat tona të para që merresh me yoga, dhe bën edhe profesionin instruktores së jogës. Si e kujton atë momentin e parë që ke shkuar dhe si e njohur me jogën më saktë? Yoga ka qenë pjesë e imja në fakt. Në atë kohë unë sepse gjatë gjithë jetës time jam marrë me aktivitet sportiv, përveç se jam një financiere, sporti ka qenë sporti ka qenë gjithmonë pjesë e jetës time. Dhe jogën atë kohë e shifja vetëm nga ana fizike, më shumë e përdorja të pjesa e fleksibilitetit edhe për ato ushtrimet e stretchingut, ashtu e quaja unë në atë kohë. Por pastaj e kuptova që nuk ishte thjesht ushtrime fizike dhe thjesht stretching, siç ndoshta mund ta perceptojnë shumë njerëz aktualisht. Aty pastaj fillova dhe të futesha më thellë edhe të kuptoja më shumë se çfarë ishte yoga. Fillimisht me jogën dhe pastaj automatikisht edhe me meditimin, erdhën plotsu njëra tjetrën. Pastaj edhe unë kam pas të paktën një periudhë para disa vitesh, një periudhë shumë të vështirë në jetën time, dhe e them me sinqeritetin më të madh që yoga dhe meditimi, kur bashkohen bashkë, bëjnë një gjë shumë të jashtëzakonshme. Të qëndrojmë te përfitimet e jogës. Ndoshta ka teleshikues zonja, por jo vetëm, që duan të bëhen pjesë e jogës, të ushtrohen, a mund jogat na tonifikojnë ne, na bëjë që të kemi një fizik të tonifikuar, të mirë, të eliminojmë disa kile? Atëherë, yoga nuk mund na bëj dot bodybuilder, sepse është një proces komplet tjetër, por mund të na ndihmojë që ne të jemi vital mbi të gjitha dhe të kemi një shëndet si brenda dhe jashtë. Nuk është çështja vetëm tek muskujt, sesa është tek fakti që yoga na mëson se si të ham, si të marrim frymë, si të flem. Do bëjmë, është një regjim, është një shkencë e gjerë, jo thjesht ca ushtrime fizike, siç jemi mësuar që okay, do bëjmë palestër, do bëjmë ca ushtrime dhe kaq. Është një lifestyle dhe sigurisht që na ndihmon edhe tek pjesa e peshës, te pjesa e sepse detyrimisht nëse të mëson që të hash mirë, kilogramët do eliminohen. Kështu që kjo është të jep një edukatë të përgjithshme se si të jetojmë shëndetshëm. A është e paragjykuar yoga në Shqipëri? Si e shikon ti? Sepse je profesioniste e fushës, edhe si shikon edhe raportin me klientët kur vinë dhe drejtohen te ti? Është një fushë e paragjykuar? Është një fushë shumë e paragjykuar, sepse e lidhim direkt me Indin dhe me budizmin, çuditërisht. E lidhim me anën fetare. Edhe me këtë pozicionin këtu, dhe e lidhin edhe me fe në shumë raste. Por në fakt yoga është shumë e lashtë.
pas jogës kanë lindur edhe disiplinat e tjera, ndoshta edhe pilatesi që ngatrohet ndonjëherë edhe me jogën, por në fakt joga është shumë e lashtë. Dhe meditimi është shumë ka lindur me njerëzimin, çfarë mund të themi, si mund ta themi, por ka paragjykim, sidomos në Shqipëri, dhe për më tepër është shumë e theksuar fakti i sa marrin pjesë femra dhe sa marrin pjesë meshkuj. Si është kjo raport te ne? Është shumë larg me njëri tjetrin, meshkujt akoma nuk e perceptojnë të bërin yoga, pavarësisht se ka ndryshuar me kalimin e viteve dhe kohës, e shoh që shumë edhe gjinia tjetër është e përfshirë, por më shumë tek ana e meditimit edhe këtyre trajnimeve të kësaj natyre se sa tek të ushtruarit e jogës. Paktën flas për Shqipëri ose sidomos në Durrës ku jam unë aktualisht, jam kthy atje, mundësia është pak shumë e vështirë për të kapërcyer, por ne po bëjmë maksimumin. Nëse dikush do të filloj aktivitetin e jogës me qëllime për shëndetin fizik, sa herë në javë duhet të ushtrohet si fillestar? Nuk është se ka ndonjë limit apo një rregull strikt, ajo varet edhe në varësi se sa kohë në dispozicion apo sa prioritet do japësh kësaj disipline. Por mund të fillohet 1, 2, 3, pse jo ta bëjmë lifestyle çdo ditë. Domethënë synimi do ishte shumë e mirë që të bëhesh çdo ditë. Në takimet e para me klientët e tua, cilat janë kërkesat që ato kanë? Çfarë duan kur drejtohen edhe realizonin këtë takimin e parë të prezantimit? Takimi i parë varet edhe nga klientët. Kam klient që vinë fakt skeptik fare, që nuk besojnë fare tek benefitet edhe tek se çfarë ajo marrin, dhe kam pas ato kliente që mund të jenë besniket e mia më të mëdha, ato që kanë qenë më skeptiket, që s'kan pas informacion fare për këtë fushë, me dyshimin maksimal dhe me bombardim pyetjesh. Por më vonë pastaj janë bërë klientet e mia më besnike sepse i kanë parë ato benefitet në vazhdim. Benefitet nuk janë që për një muaj ndrove me çudi, por benefit është edhe mënyra se si ti zgjohesh në mëngjes. Energjia që ti ke, mënyra se si ti e sheh jetën, mënyra se si i percepton problemet tashmë, mënyra se si i pranon sfidat. Kjo është yoga dhe meditimi, nuk është thjesht çështje fizike dhe hajde se po bëj një trup bukur. Folëm për jogën, tani dua të pyes pak për meditimin. Kur drejtohen tek ti dhe duan të meditojnë bashkë me ty, kanë probleme të shëndetit mendor, apo kanë një jetë të stresuar, apo thjesht duan të ndjehen mirë? Në përgjithësi, pjesa më e madhe e lën deri në atë fazë që duhet të kenë problem dhe pastaj të drejtohen, sepse ne kemi këto, kur kemi probleme shkojmë te mjeku, ose nuk është se kemi atë kulturën që ti parandalojmë gjërat. Plus edhe fakti asaj që tham që gjykohet, një nga gjërat që gjykohet edhe paragjykohet është edhe fakti që të meditosh duhet të kesh probleme. Në fakt nuk qëndron kjo, nuk duhet jetë kjo. Pavarësisht se në momentin që ke probleme, meditimi është një ilaç natyral që na ndihmon që ne të largojmë anksin, stresin, pagjumsinë, të jemi më të relaksuar gjatë ditës, të menaxhojmë situatat më mirë, të fitojmë qetësinë. Por meditimi gjithashtu na ndihmon që ne të rrisim fokusin, që do thotë një meditues i rregullt dhe i mirë është dhe shumë i aftë në punë, rrit fokusin, rrit përqendrimin dhe është më i suksesshëm automatikisht. Pra është një gjë që na sjell shumë të mirë, ajo thjesht kur kemi anksin apo depresionin apo probleme të theksuara me. A mund të meditojmë ne nëpërmjet tutorialeve që jepen nga rrjetet sociale, nga YouTube-i, apo duhet patjetër të kemi një takim me një profesionist i cili na mësoj rregullat, na mësoj mënyrën se si meditohet, sepse tashmë me median online dhe teknologjinë është bërë pak një kaos i madh për sa i përket këtyre raporteve. Si me të gjitha fushat dhe jo vetëm te kjo fushë. Patjetër që e mira është që të paktën në fillimin ta startosh me një teacher të mirë, që ti të kuptosh bazat edhe mënyrën se si, por nuk do të thotë që patjetër duhet të jesh i ndjekur gjatë gjithë jetës tënde me këtë coachin apo me këtë teacherin, me këtë mësuesin tënd. Por baza do ishte mirë që të merreshin nëpërmjet një profesionisti. Ka edhe në rrjetet sociale që sepse shumica prej
edhe mësuesëve të mi kanë rrjete sociale të cilat japin informacione informuese dhe normalisht shërbejnë, por ndryshe është live. Periudha më e mirë për të medituar, në mëngjes apo në mbrëmje? Dhe sa minuta duhet filloj meditimi për fillestarët? Edhe këtu nuk kemi rregulla fikse. Mund të fillojmë dhe me 5 minuta. E mira është të meditojmë dhe në mëngjes edhe në darkë. Në mëngjes për të shtuar energjinë dhe për ta nisë ditën me buzëqeshje, dhe në darkë pastaj për të arritur atë qetësinë dhe paqen që të bëjmë një gjumë të qetë. Domthonë të dyja janë plotësuese të njëra tjetrës, nuk ka rregulla këtu. Mund të fillojmë nga 5 minuta deri në 1 orë. Unë në trajnimet e mia meditoj edhe 15 orë në ditë kur shkoj trajnohem, por që këto janë që ka. Unë isha pak e habitur tani kur the që mund të shkoj dhe në 15 orë në ditë. Çfarë ndodh me një njeri që mediton rregullisht, që mediton për një kohë të gjatë, për një periudhë të gjatë kohe? Çfarë transformimi ndodh për sa i përket botës së brendshme të një personi? Me ty personalisht si ka ndodhur ky proces? Ky procesi ka pas ato ulje ngritjet, sepse ti futesh në ca frekuenca ku ti futesh aq thellë, kupton aty ku ke nevojë të punosh, sepse ne që në fëmijëri apo që tek barku i nënës mbarti me vete traumat ose edhe gjatë rritjes mund të kemi postuar trauma të ndryshme, dhe trauma nuk është patjetër dhunimi apo përdhunimi apo diçka, por në atë moshë varet se si përjetohen situata të caktuara, dhe ne siç e themi që punojmë shpesh herë dhe me fëmijën e brendshëm. Sepse varet si trauma të mbartura që janë aty në subkonsciencën tonë dhe nuk edhe tani që jemi të rritur, ato shfaqen automatikisht. Dhe ndonjëherë gjithë mund kemi pas situata që kemi reaguar në një formë që nuk e kemi kuptuar dot veten si ka mundësi, pse se menaxhova unë më ndryshe. Në fakt ato ndodhin nga situata të cilat kanë qenë traumatike në periudhat e kaluara dhe mbarten. Dhe duke u futur, sa më thellë futesh në këtë lloj frekuence, ti kupton më shumë për veten dhe gjen ato pikat ku do të përmirësosh, dhe unë jam gjithmonë me atë që ne të punojmë sot që nesër të jemi më mirë se dje. Dhe nuk ka të ndalur, sa më shumë futesh, aq më shumë do të futesh dhe të kuptosh e të rritesh veten tënde. Është një proces i cili të rrit gradualisht. Po, dhe secili ka atë mënyrën e vet dhe nuk ka asnjë gjë njësoj. Sepse ne jemi unik, gjithë jemi unik, nuk ka dy njësoj, dhe edhe rrugtimi nuk është njësoj. Thonë që kush mediton rregullisht ose praktikon jogën rregullisht prej vitesh, e sheh botën më pozitive. Do të thotë që edhe nëse të bëjnë diçka të keqe nuk reagon si. Jo, se edhe ne. Se kjo është intervista. Se edhe ne me gjak punojmë. Jo, ideja është që ne duke u marrë me yoga dhe meditim, nuk do të thotë që ne kemi paqe çdo gjë, dhe jeta jonë po intensive është, thjesht mënyra se si reagojmë është më e menaxhuar dhe është ndryshe. A mund të bëjnë fëmijët yoga apo të meditojnë? Patjetër që po. Ne kemi. Në çfarë moshe mund të fillohet? Mund të fillojmë që 3 vjeç kemi patur në klasat tona, që mësojnë të meditojnë. Dhe kjo besoj i ndihmon më shumë për të fokusuar dhe për qëndruar. Patjetër që po. Për të fokusuar, për të në botën aktuale edhe fëmijët janë të stresuar dhe shtuar shumë, janë të papërqendruar, mezi bëjnë detyrat, ndërsa në momentin që merren me jogën dhe meditimin, kjo i ndihmon që ato të fokusohen edhe për të arritur ato performancat e larta edhe tek mësimet, edhe tek gjumi, edhe tek largimi nga telefoni, që tani është bërë problem. Cila është target mosha që drejtohet më shumë tek ti? Më shumë 30 plus. 30 plus. Sa ti ndoshta bëhemi pak më të ndërgjegjshëm për veten tonë, edhe unë i kam nga të gjitha moshat, por që pjesa më të madhe, domethënë 30 plus. Të ndjek edhe në rrjetet sociale.
Edhe jam kurioze të di një vajzë e cila promovon jogën, meditimin, që vihet re dhe ajo energjia pozitive që transmeton edhe në rrjetet sociale. A ka ndjekës? A mund të bëhesh virale me të tilla video? Jo, aq sa mund të bëheshim virale po të ishim me rroba banjo, por gjithsesi po rritet. Edhe njerëzit po ndërgjegjësohen dhe kanë dëshirë për informacion. Sigurisht jo me të njëjtin vrull siç janë ca influencerë të tjerë, por unë do bëj atë pjesën. Ke grupin tënd të besnik të ndjekësve që e duan jogën dhe meditimin. Ata që më ndjekin gjithmonë në çdo aktivitet që unë bëj, kam shumë njerëz që janë mbështetje shumë e madhe, sepse edhe kjo është një tregues që kjo punë ka ato kur e provon, një klient që e provon, bëhet besnik, edhe të ndjek dhe të beson. Luiza, unë dua të di cilat janë këshillat që ti jep për dikë i cili shpesh herë ka ndoshta është në fazat e para të problemeve me stresin, me ankthin, cilat janë këto këshilla që jep, çfarë duhet bëj? Sepse roli jot është pak a shumë edhe si roli i psikologut që në një format ndryshe, po në një format mënyre po e njëjta punë. Kur duhet të kërkoj ndihmë? Procesin, momentin që kemi probleme, sidomos me ankthin dhe këto, faza e parë është pranimi të individit, dhe në momentin që e pranon që ka një problem dhe shkon për të kërkuar ndihmë, si thua është bërë hapi më i rëndësishëm. Dhe kjo ndërlidhet edhe me sa besim ka pacienti me udhëheqësin shpirtëror apo me psikologun apo doktorin e tjerë me radhë. Pastaj vlerësohet fakti se në çfarë faze jemi. Aty pastaj jepen këshillat më specifike, por e rëndësishme shumë që të na përmirësohet ky stresi apo pagjumësia apo e rëndësishme është që të kërkojmë ndihmë. Ky është procesi i parë. Në momentin që kalojmë nga ky proces, pastaj është zgjedhja e terapistit, të cilët na jep besim. Nëse do flisnim për një udhëheqës shpirtëror apo doktor apo psikolog, disa këshilla të thjeshta do ishin, duhet fillohesh që nga përmirësimi i regjimit, të ushqimit, përmirësimi i regjimit, të fjeturit, shtimi aktivitetit fizik, lloji të aktivitetit që mund të përballonte, suplemente natyrale. Këto pastaj duhet parë në varësi të situatës ku gjendemi, në çfarë faze do jetë një pacient. Por gjithmonë është shumë e rëndësishme që të kërkojmë ndihmë kudo të jetë ajo, te miqtë, te familjarët, te specialistët e fushës, të cilët, siç e the edhe në fillim, është shumë mirë që faza e parë e ndryshimit është vetpranimi i problemit që ne kemi, edhe që pas periudhës Covidit mendon se janë shtuar pak më shumë rastet e njerëzve që kanë probleme me shëndetin. Janë shtuar rastet, e shohim edhe rreth rrotull, edhe brenda fisit, brenda familjes, janë shtuar, edhe prandaj dhe njerëzit po ndërgjegjësohen edhe ndoshta po rritet pak më shumë kjo ndërgjegjësimi që edhe yoga dhe meditimi po kërkohen dhe po rriten, sepse edhe benefitet janë parë. Por unë do të thoja që për të gjithave, ne jemi ato që do bëjmë ndryshimin. Nuk e bën dot as doktori, as terapisti, as coachi. E gjithë puna është tek ne dhe gjithë gjën duhet ta kërkojmë brenda nesh. Patjetër duhet ndihma, po është ndihmë sa për të orientuar. Pastaj punën e kemi në dorë, secili e ka, të gjithë punën duhet ta bëj vetë. Dhe për ta mbyllur këtë bisedë kaq të këndshme, për cilën unë kam pyetje pafund, por orari është i limituar, cilat janë këto ushqimet që shkojnë paralelisht me stilin e jetës së një personi që bën yoga çdo ditë dhe mediton? Personalisht edhe për ty. Tani personalisht për mua, unë eliminoj gjitha ushqimet që unë i konsideroj të pashëndetshme, duke filluar nga sheqeri jo natyral. Nuk do të thotë që unë nuk e shkel ndonjëherë këtë gjë, se jemi të gjithë që dalim jashtë atyre kornizave fikse, por sheqerin eliminojmë, nuk e haj shumë mishin, nuk jam kthyer akoma vegane, por sepse ka shumë, edhe kjo është një temë shumë e gjerë, pastaj që mund të flisnim një emision tjetër,
hidratohem shumë, pi ujë, pi çajra, përdor produkte natyrale në përgjithësi, edhe ushqimin e gatuaj vetë. Është shumë e rëndësishme mënyra se si e gatuajmë. Po, fruta, perime, pafund me mas, po. Për të llojeve të ndryshme. Po, me diversitet. Çdo gjë e tepërt është e dëmshme. Unë të falenderoj shumë që erdhe sot në këtë intervistë, sepse e di që të është dashur të anulosh disa takime të tuat edhe jeton edhe në Durrës, por besoj se Durrësi ndihmon më shumë për të qenë në paqe, sepse besoj se ka këtë trafikun tonë. Jo, se edhe Durrësi është bërë problemi i madh, megjithatë jemi mësuar tashmë edhe këtë e bën yoga dhe meditimi që edhe në kaos je prapë i qetë. Të ruash shqetësinë. Do fillojmë ta mendojmë seriozisht. Falenderoj shumë. Unë ju mirëpresë të studia jonë e re. Të falenderoj shumë, duke ju falenderuar dhe ju të dashur shikues që na ndoqët në këtë intervistë me Luiza Elikën, duke ju uruar gjithashtu dhe një ditë të mbar nga unë Çënkuj Lahasa, mirupafshim.